I njohim me titull kryesor të gazetave e martë 2 dhjetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Takimet në bazë, Berisha në njësi numër 9 në Tiranë, Saliani me Demokratët në Durrës. Përpjekja nga Fatos Lubonja, shqiptarët përballë të kaluarës komuniste. Të përndjekurit lista e re kur kalon dëm shpërblimi te trashëgimtarët e dytë. Ankimimi e firmon Saun, Rama kundërshton pezullimin e Ballukut, Berisha akuza për presion ndaj gjykatës, ministria të arrestohet. Më 5 dhjetor, Toka e premtuar një film me histori reale të ebrejve në Shqipëri. Opinion nga profesor doktor Arben Malej, diella e domosdoshme por jo e pakorruptueshme. Një tjetër opinion nga Ben Andoni, e djatha si ego dhe identiteti i munguar. S'bën asgjë, vetëm libra lexonin, po na i vrasin djemt, lutja e dy nënave më 1977 te Nexhmia për Wilsonin e Gencin, ngjarja në blok. Ishin këto titull kryesor të gazetës Panorama, do të vjojmë më tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor, legjislacioni shqiptar në mjaft raste masakron individët duke ju vjedhur djersën dhe gjakun. Bankat në rrethin e kuq ja sipastrohen mbi një presje 2 miliardë euro të krimit në vit. Nga profesor Ilir Hebovia, trendi i ri i tregut të pronave janë blerjet masive të kompanive të huaja, sidomos në zonat bregdetare për investime. Siguria në rrezik, atentatet mbërthejnë Shqipërinë, autorët në drejtim të paditur ja qytetet problematike që përgjakin nëntorin. Ligji i ri, kanosja dhe goditja, 1 deri në 5 vjet burg për dhunuesit e gazetarëve, Tabaku propozon ndryshime në kodin penal, 3 vite edhe kërcënuese. Opinione dhe komente nga Maria Kalas mes së skenës, dashurisë dhe pavdekësisë, një shkrim ky nga Ardita Bufaj. Një tjetër shkrim nga Cafo Boga, trashëgimia shqiptare dhe rrugët e New Yorkut. Këto ishin titull kryesor të gazetës Telegraf, vjojmë tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj, Hallka më e dobët, një analizë mbi administratën publike dhe nivelin e sotëm të saj dhe një përgjigje mbi pyetjen a kemi patur zgjidhje të problematikave tona pas aksioneve. Republika e prokurorëve apo Republika e prokurimeve. Nis shpërndarja, bonuset e pensionistëve, kush përfiton dhe deri kur mund të tërhiqen. Në brendësi, mbrojtja speciale e Ramës për Ballukun, mbi 80.000 vendoset të dysheme pagash në ndërtim. Rubrika e shëndetit, barnat, dieta dhe IA, zbulimet që po ndryshojnë trajtimin e zemrës. Komedi alla Sali, dekori i protestës me të arrestuarit nga SPAK, fjalimet shajnë SPAK-un. Këto ishin titull kryesor të gazetës Dita, së fundmi do të ndalemi tek gazeta Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Partizani, apeli i Kërnajës duhen përforcime në sulm. 2 muaj në krye të ekipit të parë, tekniku flet për eksperiencën e tij të kuq. Trajneri i Demave nuk ka çështje me Garcian, luan kush na shërben. Derbi, Sina Dinamo për titull, Tirana ka mbaruar punë. Ish mbrojtësi analizon sfidën e kryeqytetit e lozhe për nëndecen. Situata, ofensiva e Tiranës në krizë, 3 gola në 7 javë. Shkodranët, Magthi i Vllaznis, një informacion i dëmtuar nga Porta në sulm. Teuta, Maçolli paralajmëron Elbasanin, nuk trembemi. Verdhe blut, Gvozdenović i kujdesshëm, frenon euforin para dursakëve. Kampionët, cinizëm dhe stabilitet, Egnatia kërkon përqendrim me vlonjatët. Flamurtari, Moriero, rezultat i pamerituar, tani duam vetëm fitore. Trajneri, Lushnja, Bicaj, tortur të shohësh skuadrën nga tribuna. Kombëtarja, botrori mbetet ëndër, 8 lojtar nuk debutuan. Milan, Leao është lideri i idealit, Allegri zbulon bomberin. Spanjolli, Yamal me futbollin argëtohem, nuk luaj për rekorde. Madrid, Reali në pikë të hallit, Rudiger, Militao më të mirët. Angli, Arteta jam krenar për javën që mbylli Arsenali. Këto ishin titull kryesor të gazetave për ditën e sotme.